Gabimi i dytë i madh ka qenë vija pacifiste politike e shqiptarëve në Kosovë, edhe pas Daytonit, kur çështja shqiptare, çështja e Kosovës ishte lënë anash, sepse, siç kishin thonë atëherë përfaqësuesit politik të Bashkisë Ndërkombëtare, në Dayton po bisedojnë ata që kanë luftuar. I jepnin mesazh shqiptarëve se ju duhet luftoni që ne të merremi me ju. Dhe Rugova vazhdonte me konferencat e tij për shtyp, vazhdonte ta ironizonte çështjen e Kosovës, shihte ëndra se mund të qlirohet Kosova me fjalë dhe me konferenca shtypi, por edhe kur filloi lufta e armatosur, të gjitha partitë shqiptare në Kosovë, Partia Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Liberale, Partia Parlamentare, Shqiptare Demokristiane, gjitha partitë që ishin, kanë vepruar deri në fund të luftës çlirimtare kundër ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dhe kjo ishte gabim shumë i madh, sepse ne duhet të bashkoheshim edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, që ta shirojmë Kosovën dhe ta zhvillojmë Kosovën edhe Shqipërinë. Këto mendoj që kanë qenë gabimet tona që ne duhet t'i themi, por kemi edhe gabime tjera, siç janë jo puna e duhur e akademive të shkencave të Shqipërisë dhe të Kosovës, jo unifikimi i çështjeve politike, shkencore, sportive. Për shembull, njëra nga dështimet tona është krijimi i Federatës së Kosovës apo Kombëtarës së Kosovës, siç i thonë, sepse ne nuk kemi pasur nevojë, ne jemi një kombë, ne duhet ta kemi një kombëtare. Kosova nuk ka kombëtare. Farkombit i ekipi futbollistik i Kosovës, cilit kombi takon? Kombëtarja e Kosovës, e cilit komb kosovar nuk ka dhe nuk do të ketë kurrë. Kombi kosovar, edhe vetë termi Kosovë është term slav që duhet të ndrohet. Dhe këto gjëra ne duhet të arrijmë t'i kuptojmë dhe dal nga dal, pasi të konsolidohet. Ata që flasin për një komb të Kosovës janë të sponsorizuar. Ka edhe të sponsorizuar, por më shumë ka ish nostalgjik jugoslav, të cilët ish Jugosllavinë e tyre mundohen ta shohin tek shteti i Kosovës, tek kombi i Kosovës, sepse ata për 50 vite e kanë sharë Shqipërinë. Jo Enver Hoxhën, por e kanë sharë Shqipërinë për shkak se propaganda e Jugosllavisë ishte që në çdo ditë në programe televizive, radiot, gazetat, rilindja siç ishte, në shkolla, në libra, në gjithkund të shahej Shqipëria, të fyhej Shqipëria, të etiketohej gjithçka shqiptare që ekziston në Shqipëri. Dhe këta njerëz që janë rritur në atë regjim, që i ka përkrahur ai regjim, që i ka shkolluar ai regjim, siç është Nejmedin Spahiu, i cili ishte kryetari i Rinisë Socialiste të gjithë Jugosllavisë, dhe në atë kohë të arrijet të kishte një post kaq të madh, do duhet të ishte jo vetëm udbash, por edhe birr dhe një putbashi. Prandaj kjo kategori e Nejmedin Spahiut, e Halil Matoshit, e këtyre gazetarëve tani të ri që janë që Baton Haxhiut, në fakt ta themi, të cilin fatkeqësisht Edi Rama po e ma afër në Tiranë, këta janë njerëz të ish regjimit të Jugosllavisë, njerëz të UDB-s dhe njerëz të shërbimeve sekrete antishqiptare. Unë të falenderoj shumë për bisedën, të jam shumë i njohës për kohën dhe për analizën dhe për gjitha çështjet që trajtuam. Shpresoj që të kemi mundësinë që të flasim sërish në të ardhmen. Unë duhet të them edhe diçka në fund. Këto ditë një ish i liruar nga gjykata e Hagës, Nasim Haradinaj, ka filluar një lëvizje bashkë me disa bashkëluftar për të sensibilizuar çështjen e të arrestuarve shqiptar të UÇK-s në Hagë. Unë mendoj se ne si komb, edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, si media, duhet ta përkrahim këtë nismë për shkak se gjykata speciale është krijuar padrejtësisht. Ushtria çlirimtare e Kosovës është ushtria më e suksesshme çlirimtare në atë periudhë kur kishte funksionuar në botë, siç është vlerësuar edhe nga të tjerët, ishte edhe aleat e SBA-s. Prandaj ajo nuk ka bërë. Në qoftë se në 30 vitet e fundit kishin bërë shumë gabime, në qoftë se do të flasim për një të mirë të madhe është UÇK-ja.
UÇK-ja është trumbullar i luftës apo i luftrave 100 vjeçare të shqiptarëve në të gjitha trojet e tyre për shqirim dhe bashkim kombëtar. Atë që nuk ka mundur të arrijë lëvizja kaqake, atë që nuk ka mund të arrijë Ushtria Nacionale Shqiptare e Shqipërisë, atë që nuk ka mundur të arrijë asnjë lëvizje ilegale në Kosovë, e ka arritur lëvizja popullore e Kosovës në krye me Ushtrinë Shqiptare të Kosovës dhe ne kemi shiruar Kosovën. Prandaj, të arrestosh sot dikend nga UÇK-ja, qoftë edhe një ushtar më të thjeshtë, se ka bërë krime, kjo ka vetëm motive politike dhe antishqiptare dhe asesi nuk mund të jetë reale dhe e vërtetë. Prandaj, ata njerëz duhet të lirohen sa më shpejt, duhet të kthehen familjeve të tyre dhe punëve të tyre që mund t'i kenë në të ardhmen projekte të tyre, por të ketë të burgosur dhe të ketë një gjykatë antishqiptare, siç është ajo e Hagës, vërtet nuk i bën nder as atyre që e kanë idejuar e as Evropës demokratike, e cila propagandon për demokraci, por në fakt po bën padrejtësinë më të madhe të shekullit 21. Zoti Zanuni, të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit edhe juve.